gëzuar Krishtlindjen, klerik, fëmijë, adoleshent dhe prindër. Mirë se erdhët në këtë mbrëmje të bukur Krishtlindje. Është gëzim i veçantë që jemi sot së bashku si një familje e madhe, për të ndarë jo vetëm tryezën, por dhe dashurinë, buzëqeshjen dhe ngrohtësinë që kjo festë na sjell. Sonte jemi mbledhur së bashku për të festuar lindjen e shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, i cili erdhi në botë me përullësi, dashuri dhe paqe, për të ndriçuar zemrat e njerëzve. Krishtlindja na fton të bëhemi dhe ne bartës të kësaj drite, duke u afruar më shumë me njëri tjetrin, me familjen dhe me Perëndin. Prania e fëmijëve tanë e mbush mbrëmjen me gëzim dhe shpresë, ndërsa bashkimi i adoleshentëve dhe prindërve na kujton se kisha është familja jone e përbashkët ku secili gjen vend, dashuri dhe mbështetje. Jemi të gëzuar të gjejmë kohë për të mbledhur si një familje e madhe për të festuar lindjen e shpëtimtarit. Urojmë që kjo darkë të jetë një çast gëzimi dhe dashurie për të gjithë. Tani duam ta hapim programin me grupin e fëmijëve, të cilët do të na recitojnë, edhe është Ana, Teo dhe Davidi. Të vinë këtu edhe secili do recitojë nga një vjersh që ka lidhje me Krishtlindjen. Erdhi Krishtlindja, çdo gjë është gati, po vjen lindja e shpëtimtarit. Gëzoni, gëzoni, qeshni e lëndroni, bëni gati këngë që do të këndoni. Gëzuar Krishtlindjet ju që dëgjoni, të gjithë me ne me një zë këndoni. Gëzoni, gëzoni, qeshni e lëndroni, bëni gati këngë që do të këndoni. Natën e Krishtlindjes ishte në një shpe shumë të madhe, një shpe shumë të thellë, ikona e qiririt, drita tij e zbetë, e shpella shumë e madhe por dhe shumë e qetë, humbisnin kohën. Kohës kishte më, të gjitha korat ishin shkruar në një. Ikona ishte përballë, qiriri e drejtonte, një botë jo prej dheu, a e më tregonte. Aty ishte Maria, në krah bate Zotit, vaj lëvizte brenda së vaj të plotit. Gjyrat e ikonës, potret e perëndishme, zbulonin para me një botë të magjishme. S'kishte gjë për mishe, aty ishte unia, një tjetër univers u zbuluar nga dashuria. Zjarri në vështroja, e thella ishte i bindur, se në zemrën time Zoti kishte lindur. Në atë natë të shenjtë, në atë natë të bekuar, zemra ime e vogël në Betlehem ishte dëruar. Chiame Garicips, se vase su megalo, provoche su africano, spiti netenu alo. Esa, spiti netenu, nota, esa, i andis. Në Betlehem, natë e qetë, njëri bukur ndriçon vetë, në një grash të vogël fare, lindi Krishti, dhuratë e madhe. Ëngji këndon me gëzim, lavdi Zotit, plot bekim, paqe në botë dashuri, Krishti erdhi për çdo njeri. Fëmijët sot janë plot me gëzim, qeshit luajnë në këndojnë, fjalët të ëmbla e dashuri, larmin e bukur sjell në çdo shtëpi. Krishti i vogël në zemër ri, na mëson të duam me mirësi. Sot është festa më e bukur në botë, Krishtlindje, paqe e dashuri, shpresë plotë. Tani dua të keni vëmendje, sepse do të kemi këtu para një klerik që për afërsisht një vit të tërë, ai ka drejtuar me tema shpirtërore grupin e prindërve. Ftojmë Atar Allambin. Shumë faleminderit Atar Allambit që gjetët mundësinë edhe të vini përsëri midis nesh. Shumë faleminderit. Është një kënaqësi e madhe kur shikojmë gjitha këto familje të bashkuara, jo më kot, po më Krishtin,
dhe reflektojnë vërtet gëzimin, jo gëzimin nga një mbledhje të kotë, po gëzimin që reflekton Krishti. Dhe kjo është e veçantë. Është e veçantë për kishën tonë dhe është një institucion, iniciativë shumë e mire, bukur dhe e shenjtë që duhet të vazhdoj dhe ne me radhën tonë të përpiqemi ku të mundemi të tërheqim afër kishës, afër kësaj iniciative të bukur dhe të tjerë, që të zgjerojmë dashurinë e Krishtit, jo vetëm në një cikël të mbyllur, po një cikël të gjerë, të hapur për gjithë shoqërinë, jo vetëm në Tiranë, po në gjithë Shqipërinë, në vendin tonë, se ka nevojë, vërtet dëgjojmë raste të veçanta ku bëjnë pjetje njerëzit, bëjnë pjetje që vërtet për neve nga njerë na duken shumë të thjeshta përgjigjet, por për ata janë përgjigje dhe zgjidhje jetësore. Kështu që me përgëzim e shoqëroj këtë gjë dhe edhe kryepiskopi kur e njoftoi atë Spiro ishte gëzuar për këtë iniciativë, kemi të gjithë bekimin e tij, siç do thotë dhe atë Spiro, dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu fort me bekimin e Perëndis dhe të shumëfishohemi dhe të shumohemi me bekimin e tij. Do më lejoni ta lexoj që të jetë dhe më shpejt dhe më e qartë ajo që do themi sot. Në vendin ton ka shumë amfiteatre antike. Kur vizitojmë një teatr të tillë, hasim një hapësirë që në lashtësi funksiononte si një trup i vetëm, ulëse prej mermeri në formë gjysmërethi, skena, prapaskena të gjitha të projektuara në mënyrë të caktuar për një qëllim. Të gjitha të projektuara në mënyrë të caktuar për një qëllim të strehojnë veprën, filmin. Amfiteatri priste spektatorët dhe aktorët. Aktorët kishin punuar për një kohë të gjatë për të luajtur veprën, filmin, duke krijuar kushtet brenda të cilave do të zhvillohej një marrëdhënie. Aktorët kanë përgjegjësinë të luajnë veprën me bindje të tillë që të përcjellin një kuptim të gjallë nëpërmjet shqisave të spektatorëve. Ky kuptim duhet të prek zemrën, të prek ekzistencën, të hap një dritare emocioni, zgjeron horizontin dhe i lejon njeriu të arrijë një dimension që vetëm ai shumë herë nuk mundet të arrijë. Shohim pra që hapësira dhe koha, elementet materiale, i shërbejnë diçkaje më të thellë, të padukshme, kuptimit të cilin e përthith mendja njerëzore dhe e fut në shpirt si njohuri dhe përvojë. Të gjitha pra, amfiteatri, aktorët, vepra, skenat, vendet, objektet, koha, i shërbejnë aktivizimit të shpirtit, që të emocionohet, të frymëzohet, të ngrohet nëpërmjet kuptimit që përcjell vepra. Bota që jetojmë, gjithësia materiale, këtu ku bëjmë hapat e para të ekzistencës sonë, ekziston për të na nisur në misteret e Perëndis.
Në këtë jetë, atë ku ne vetë bëjmë zgjedhjet tona, mësohemi duke ecur në kërkimin e Perëndis lirisht, sipas etjes dhe dëshirës të secilit. Me zgjedhjet tona shkruajmë historinë tonë, aventurën tonë unike. Shkenca mund të studiojë natyrën e botës, por në të vërtet nuk ka aq rëndësi natyra se sa qëllimi i botës. Nevojën për të kërkuar qëllimin e kemi si etje të fshehtë brenda nesh të gjithë. Krijuesi, atë i padukshëm, mbulon ekzistencën tonë dhe me durim na shikon duke ecur e shkruar historinë tonë unike. Edhe ashtu si një prind shikon me gëzim fëmijën e tij të vogël duke u përpjekur të ecë hapat e parë, ashtu edhe Perëndia gëzohet me gëzim të madh duke parë secilin prej nesh në aventurën e jetës së tij. Ndërhin me dashurinë e tij kudo që nevojitet, që të mos bijem në shkatrim, drejton dhe ndriçon secilin personalisht në mënyrë unike. Ashtu si Krishti hiri në botë, hiri në skenën e historisë dhe u bë njeri, ashtu dëshiron të hijë dhe në jetën personale të secilit, në botën e vogël, në historinë e vogël të çdo njeriu. Të gjithë kemi brenda jetës sonë një histori para dhe një histori pas Krishtit. Nuk ka rëndësi nëse kjo ndodh në fëmijëri, në rini ose më vonë. Ajo që ka rëndësi është që Krishti të lind brenda shpirtit ton, të rritet, të predikoj, të bëj mrekulli, të tradhtohet, të kriqizohet, të varoset, të ngjallet dhe të ngjitet në qiell. Fatkeqësisht, kjo nuk ndodh në të gjitha jetat. Në shumë jetë Krishti mund të lind dhe të vdes pa u ngjallur. Ose mund të lind, ose mund të mos lind kur. Nëse brenda njeriut nuk gjendet pastërtia për ta pranuar, siç ishte pastërtia e lindëses. Nuk ka problem grazhdi. Nuk i erdhin dot Zotit as u ngut të linte në një grazhd me kafsh. Ajo që nuk pranonte ishte njeriu që do ta linte atë të ishte i pastër. Atë donte, atë kërkonte, prandaj dhe e të rëshënjta brenda në grazhd na tregon që e jashtëmja për Zotin s'ka rëndësi, po e brendshme. Mund të kriqizohet Zoti dhe të mbetet gjithmonë i vdekur. Në të gjitha këto raste e flasim për dështimin e atij shpirti që nuk pati mundësi të ngjallte Zotin dhe vdekja në fund është për vetë atë njeri. Duhet ta ndihmojmë Krishtin, fjalën e mishëruar të Perëndisë të i fuqishëm në jetën tonë dhe ta shndroj nëse duam që marrëdhënia jon me të ekzistojë në amshim. Në kish, siç është te amfiteatri i lashtë që përmendëm, në çdo liturgji hinore përsëritet jeta e Krishtit. Për këtë ekzistojnë muret, ikonat, ikonostaset, kariket, mermeret, për të përcjellur kuptimin e atij që do të na zgjojë dhe të komunikojë me dimensionin e vërtet. Ne prindrit kemi përgjegjësi të frikshme për të përcjellur fëmijëve tan dashurinë për Krishtin. Nuk është qëllimi im
të pajisin fëmit me para dhe pasuri, as me njohuri dhe shkenca, por duhet t'ju përcjellim atë kuptimin që do të ngjall shpirtrat e tyre. Dhe ky kuptim nuk është një fuqi, por një person, Krishti. Dhe shpëtimi nuk është një recet, por një marrëdhënie me Krishtin. Aq e madhe është rëndësia e personit të Krishtit, birit të Perëndis, që komunikimi me të nuk e quajmë thjesht marrëdhënie, por misteri më i madh i jetës sonë. Çdo familje duhet praktikisht të eci bashkë me këtë mister, të kushtoj kohë lutjes, marrëdhënies me Perëndin dhe midis anëtarëve të saj. Të gjithë anëtarët e familjes, si kishë e vogël, luten bashkë, bizetojnë, bëjnë shaka, hanë bashkë, dalin shëtitje, ngushëllojnë njëri tjetrin dhe mbështesin njëri tjetrin, drejtojnë dhe drejtojnë, flijojnë dhe për njëri tjetrin, dhe kur ka konflikte dhe gabime, din të pendohen dhe të kërkojnë falje. Është një ecje e përbashkët drejt familjes së madhe të mbretërisë së Perëndis. Është një ecje si pika që kërkon të bashkohet me detin. Është i bukur ky udhëtim i familjes, i çmuar, sepse çdo njeri brenda saj, fillimisht si fëmijë, më vonë si prind, jeton gjithë ecjen e Adamit dhe përfundon duke u shndruar në perëndi të vogël sipas hirit. Adami ishte fëmijë në marrëdhënien e tij me Perëndin. Ndërsa rritej, kaloi adoleshencën e tij, atë periudhë kur fëmijët vinë në konflikt me prindrit, duke u përpjekur të kuptojnë më thellë ekzistencën e tyre dhe botën. Me atë mendjemadhësinë fëminore adoleshente, Adami u largua nga Perëndia, por kur krijoi familjen e vet dhe pa një fëmijë duke vrarë tjetrin, ashtu siç Eosfori vrau Adamin shpirtërisht, atëre Adami kuptoi si u ndje Perëndia kur vet u soll pa mend përpara tij. Përvoja kështu e bën njeriun jo vetëm të kuptoj gabimet e tij personale, por arrin njeriu në pleqëri të bëhet përsëri si fëmijë vogël, në përullësi dhe në dashuri, bëhet i bardh, i urtë, i përullur, i urtë si Perëndia. Të dashur, Jesui e quajti personin e parë të Trinisë së Shenjtë Atë, duke përdorur një figurë familjare për të përshkruar misterin më të madh dhe dogën më të madhe të Trinisë së Shenjtë. Dhe Perëndia Atë e quajti Jesuin si birin e tij të dashur, dhe kjo figurë e marr prap nga familja. Misterësh. Nuk dua t'ju lodh, por të zgjoj shpirtrat tuaj që besimi jon ka thellësi më të madhe nga ajo që mendojmë. Dua vetëm t'ju frymëzoj që të kuptojmë të gjithë se besimi ynë është shumë i bukur dhe i thellë në kuptim, aq i thellë sa vetë Perëndia ynë dhe i pafund. Shpirti i të rëshënjtë brenda kishës, familje son të madhe të vërtet, na drejton në njohjen e Perëndis. Ky është thesari ynë dhe thesari që duhet të trashëgojmë fëmijëve tanë. Kemi parë shumë të pasur që u kanë lënë trashëgimin fëmijëve të tyre shumë gjëra materiale, por pothuaj se gjithmonë këta fëmijë janë shkatruar, edhe trupërisht, edhe shpirtërisht. Por askush që është munduar të trashëgojë fëmijëve të tij
besimin e vërtet të Krishtit, ortodoksin ton, nuk është penduar kur, as në këtë jetë, as në atë jetë. Amin. Këto kisha për të thënë dhe për të theksuar, dhe doja dhe një gjë të vogël. Përpjekja personale çdo prindi për shpirtin e tij flet shumë herë pa fjalë, si eksperiencë, si shembull për fëmijët. Shumë herë në takimet që kemi bërë me prindit e kemi përmendur dhe përmendim dhe vazhdojmë dhe do i përmendim gjithmonë. Duhet të përpiqemi ne për veten tonë dhe kjo reflekton të fëmijët tanë. Me një urim që edhe viti që kaloi, po edhe viti që vjen më shumë, të jetë i bekuar dhe të bëhet të nisë dhe për familjen tonë një jetë e re më Krishtin, plot fruta, me bekimin e Perëndis, që dhe ne të arrim të gëzojmë këto fruta dhe në këtë jetë dhe në atë. Faleminderit. Tani unë dua të ftoj këtu disa prej fëmijëve të grupit të katekizmit, të cilët ata në drejtimin e mësueseve të katekizmit, Mikeas edhe Nikolës, ata kanë përgatitur një dramë që titullohet Kuptimi i Krishtlindjes. I ftojmë një duar trokitje fëmijët. I bukur bredh, me degë plotë gjetë brak. Shme ka që lumtur ti, e vetme gjë që bën është të rrish në këmbë. Po, për ka një detyrë shumë të rëndësishme, rri këtu krenare të kujkuar të gjithë kuptimin e festës. Që është? Rova, e busket! Jam shumë i rrezitur me Angelin, ai mendon se është perfekt. I thash që këtë vit do rriu në majën tënde, dhe ai më tha se i cepi imi shtremrë dhe sa ai do t'jetë ylli shfaqjes. Prisni pak, ju të dy e dini që unë jam qendra e vëmendjes. Pa ne ti do t'ishe thjesht një pemë e qendra zakonshme. Ti ke nevojë për ne, pranoje, thuaj ç'të duash. Ja ku je, po të kërkoja gjithandej. Ç'ke Angel, prapa mendon? Shumë që e sharak, falteje do të përfundoj në kosh këtë vit. Ku e ke aureolën time? Çfarë? Nuk është e vërtetë. Ma kthe. Çfarë do të thotë s'mundesh? Pse? Oh, jo, aureola ime, unë do të... Ku isha? Po, i bukur bredh, Përshëndetje Pem, sa ditë e mrekullueshme. Kush të ka zaktuar të zyrtare të përshëndetjeve? Askush, ndoshta kam karakter të ndritshëm. A e përmenda që është një ditë shumë e bukur sot? Jo, vetëm janë 100 herë. E po, atë thash që duke shumë e bukur sot? Jo, faleminderit. Jeta është e kotë. Më fal? Thash, jeta është e kotë. Ju si për me Kartolina keni punë të mira, por për ne shkopat e karamelit është të mirë, të fusin në telefon të nxehtë. Varin pranë në llambave që të shkrish pranë Krishtlindjeve, ose nëse je me fat të japin tek ndonjë fëmijë të piset që të shyt në bështyme, ose nëse je me fat të ligjin me fjongo, aq forca të mbetesh gjitur tek ndonjë dhuratë. Dikush më thiri, Çpamje mrekullueshme, shkëlqen. o Zot, mos e nkurajo, është e mbështjellë me letër. Jo e dashur, shiritat e mi vinë drejt për drejt nga qendra tregëtare. Letrat posaçërisht nga dyqani i Krishtlindjeve dhe fjongoja është bërë me materialin më të mirë që ekziston. Mirë, bona mburre.
Përshëndetje të gjithëve e dëgjuat më të rena, Pema po këndonte ylli është i mërzitur, ëngjëlli humbi aureolën. Shesa u prish, Karamelia dihe keq, Kartolina po lëvdon të gjithë, Dorata po lëvdon vete. Nuk është të thashë thënë nëse është e vërteta, dhe s'po them asgjë pas shpinës. Në fakt, Zilk, përsëritja çdo gjë që të qondeshe, është thashë them. Mos u shqetëso Pema, nuk e përsëris 2 herë. Karamel, a di ndonjë vend ku mund të zbukurohesh pak? Sot është vigjilia, e din? Po mendoja se thash do të hidhem me një tas me karamele dhe do të pres të përpëlitem në goja kur të më ha. I bukri bre, i miri unë. Oh, a mund të pushosh? Më vjen keq, nuk doja ta prisja këngën tënde, por unë gjithmonë pris gjithçka gjithsesi. Çfarë do thot kjo? Si mund të prisësh ti ndonjë gjë? O pra tani, po thuaj që nuk jam aq i rëndësishëm sa të prish çdo gjë? Jo, as pak, thjesht doja të thoja. Nuk ka problem, thjesht do të shkoje të ri këtu në qoshe dhe të presë të mbaroje gjithë festat. Nuk doja të pengoja asnjëri. Oh, si të përgatitet për natën e madhe nëse ki qërë rape vetë është duke vërdalisur këtu. Do shta, asë është në do të apër re aty në rësirë. I bukri bre. Dritë e vogël e kryshter, duhet të ndriçoj. Kush je ti? O, mos u shqetëso, jam thjesht unë qëriu. Nuk të kam parë më parë këtu. Jo, çdo vit, familja blen diçka të re për të shtuar te gjërat e Krishtlindjeve. Këtë vit mendoj se unë jam pjesëtari i ri. Sa e loshme. Tani duhet i shpjegoj diku dire pse unë jam më e rëndësishmja këtu. Po unë e di çfarë ka kaq të veçantë ty Pem. Vërtet? Po, sigurisht të gjithë e din. E dina, për vetëm që të jemi sigurt që ti e di, më thuaj. Degët e tua të gjelbra dhe të gjalla gjithë vitin, ato përfaqëson jetën e përjetëshme. Po, e dija, për vetëm për të freskruar për kujtesën, pse jeta e përjetëshme është kaq e rëndësishme në Krishtlindje? E di çfarë thonë prindërit e mi? Thonë se është e rëndësishme, sepse Jezui dërësi jetës së përjetshme lindi në Krishtlindje. Sakt, prindërit e tu kanë të drejtë. Po ti çfarë di? Çfarë ka kaq të veçantë ti? Nuk jam i veçantë, thjesht jam bosh. Je bosh për një arsye, por do të mbushesh plot me ëmbëlsira dhe lodra për fëmijët sonte. Do të jesh gjëja e parë për të cilën ata do të vrapojnë në mëngjes. Vërtet? Po, do të thotë që edhe zemra më bosh mundet të mbushet plot me dashuri. Nuk do ta harrojë kurrë këtë. Pra qiri, ai ke takuar të tjerë tashmë? Jo, në fakt sa po mbërrita këtu. E po le të prezantoj me ta. Karamelia duhet të jetë në tonën tjetër. Karamele. E çuditshme. Pa më parë është aty. Ndoshta Kartolina është akoma. Kartolina. Përshëndetje Pem, kush është kjo shoku yt? Shumë kënaqësi, jam Kartolina. Gëzoj të të takoj Kartolinë. Unë jam qëriri pjesëtari i ri. Kartolina, përse në zoni do të erë që qëriri të takoj? Okej, ëngjëll, këmban, karamele, dhurat, e jani këtu ju lutem. Çfarë ka ndodhur? Nuk ka ardhur ende kohë për të festuar, apo jo? E di çfarë, ka ardhur një pjesëtar i ri dhe është shumë i ndritshëm. Gëzoj të të takoj. Unë jam qëriri pjesëtari i ri. O, përshëndetje, më fal, nuk të kisha parë. Nuk ka problem si. E di që të flasësh është puna jote. Puna ime? Po, ti ke një punë. Nesër në mëngjes, njerëzit do të kuptojnë që është Krishtlindje, sepse të gjitha kampanat e kishave do të bien fort, dhe të gjitha zikmat e vogla si ti do të tringullojnë. Vërtetë, nuk kisha kuptuar më parë.
Ja pse gjithmonë në duhet të tregoj gjithçka që ti, por që ta nisësh do të përhap lajmin e mirë për Krishtlindjet, kudo që shkoj. Po puna e dhuratës, cila është qëri? Punë, nuk kam punë, unë jam thjesht për të kënaqur sytë, kjo është ajo që bëj. Zura, nuk mundet të besoj që mendon se kjo është e vetmja arsye që je këtu. Ti ke një punë. Puna jote është të përfaqësosh dhuratën më të madhe që është bërë ndonjëherë në botë. Vërtet? Po, Jezu Krishti ishte dhurata e Zotit për botën. Prandaj njerëzit i dhurojnë njëri tjetrit dhurata në Krishtlindje. Nuk është vetëm letra e bukur apo fjolloja, është dashuria ajo që ka rëndësi. Kush është ky pjesëtar i ri? Mendon se do të më marrë vendin sepse unë kam disa të shtrembur? Unë nuk mund të të zhvilloj kur. Ti përfaqëson fjalën që u hoqë dietarët e fushën e Jezu. Ti tregon njerëzve që edhe shumë të tjerë si Jezu, që si dietarët ende kërkojnë Jezu Krishtin. Vërtet, po ti pse je këtu? Po nuk jam i sigurt plotësisht, e di që Zoti ka një qëllim për mua, po shpresoja që dikush këtu të ma thoshte. Ndoshta Karamelia e di, ku është ajo? Nuk e di, po pam një fëmijë me diçka ngjitse në të gjithë fytyrën. Nuk mund ta besoj sa egoist kam qenë. Isha i shqetësuar për një aureol të humbur dhe Karamelia ka ikur. Çfarë lloji ëngjëlli je nëse njerëzit nuk mund ta dallojnë që je ëngjëll dhe kur aureola jote ka humbur? Ëngjëll, Çfarë? Kush është aty? ëngjëll, unë jam Karamelia, gjeta diçka për ty, është pak e shtrembur por ja ku. Oh, Karamele, jam kaq i lumtur që të shoh. Le të shkojmë e t'i tregojmë të tjerëve që e mirë. Ej, shikoni kë gjeta. Ëngjëll, e ke gjetur aureolën? Po, Karamelia ma gjeti. Jam i gëzuar, dukesh shumë më mirë me atë. Më fal që ta humba. Nuk ka problem, më fal që u talla me cepin tënd të shtrëmbër. Mund ta rregulloj pak. Shumë gjëra kanë ndryshuar që kur erdhi qiri. E di Karamele, ke të drejtë. Qiri, mendoj se e di se cila është puna jote. E di? Po, puna jote duhet të jetë të udhëheqësh njerëzit drejt së vërtetës. Ti na tregove ne se sa të rëndësishëm jemi për Zotin. Dhe tani po sillemi më mirë edhe me njëri tjetrin. Mendoj se ke të drejtë, Pem. E po, duhet të përgatitemi. Mendoj se po afrohet familja. Të gjithë në përfëndë. Shiko sa bukur duket Pema këtë vit. Është perfekte. Më pëlqen qiri. Shiko, mami, një karamele.
Tani pa humbur kohë, dua të ftoj Elena Priftin, e cila ka përgatitur një ese për Krishtlindje. Pastaj të bëhet gati Ema edhe Ina. Hajde Elena. Krishtlindja është një festë e veçantë që sjell gëzim, paqe dhe dashurinë në zemrat e njerëzve. Ajo festohet për lindjen e Jezu Krishtit dhe na kujton rëndësinë e mirësisë dhe bashkimit familjar. Në këtë ditë, familjet mblidhen së bashku, ndajnë momente të bukura dhe krijojnë kujtime të paharrueshme. Dritat, pema e Krishtlindjes dhe këngët festive e bëjnë atmosferën edhe më të ngrohtë. Krishtlindja na mëson si të jemi më të dashur, të falim dhe të ndihmojmë të tjerët. Uroj që kjo festë të sjellë shëndet, paqe dhe lumturi në çdo shtëpi. Gëzuar Krishtlindje. Një yll i bukur në qesh këqen, na tregon se Jesusi sot lindë e vjen. Në një grasht të vogël, plot qetësi, erdhi në botë me paqe e dashuri. Ëngjëjt këndojnë në me të gëzuar, fëmijët qeshin, zemrat janë ndriçuar. Në çdo shtëpi ka dritë e gëzim, Krishtlindja na bashkon në një përqafim. Gëzuar Krishtlindjen. O Kronos jedna, to el que throejita steria perna, o spali tharthi, o sakos varis, que nisun kalos, ta dora favris, to zaki su ebro, o aevas tharthi. Se vlase, sto spiti sti dhulja, gnorieze u pukenase, ka themja su skadalja. Ξανά στην αρχή, ο χρόνος γυρνά, το έλκυ τρέχει, τα αστέρια περνά, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Tani e kanë në radhën ata që janë pak më të rritur, adoleshentët. Edhe skena e tyre do jetë në pjesën atje. Tavolinat që janë këteja dhe në qoftë se nuk shikojnë, ta afrojnë në pjesën këteja për të parë pamjen më të mirë. Ata kanë përgatitur një dramë Krishtlindje e cila do jetë me dritë hije, do shikoni vetëm hijet e tyre. Edhe janë udhëhequr nga mësuesit e katekizmit, të cilët i falenderojmë dhe ata, Amarildon, Konstandinën edhe Hanën. Jemi presë me një duar trokitje.
Tani, para se të kemi bekimin e ushqimit, do të kemi një kërcim nga Krisa, Sara dhe Irini. Të darkë ne organizojmë të gjithë së bashku si komunitet me bekimin e forlumturisë së tij, i cili do donte të ishte prezent me ne, por për shkak të angazhimeve të tjera nuk ishte mundësi të ishte, po dërgon bekimet e tij dhe urimet e tij për një vit të mbarë të bekuar dhe në fund do ju japim edhe mesazhin e tij që ju lutem ta merrni me vete, ta lexoni përsëri, ta shikoni një herë, dy herë, të kuptoni sa thellë është i shkruar dhe sa mesazhe ka për secilin nga ne. Tani do themi të gjithë të bashku aty ynë edhe pastaj do vazhdojmë. Qeni qetë, u shetëroft e emri yt, artë mbetëria jote, u bëft të dëshira jote, si në qell ashtu dhe mi dhe, bukën tonë të përdiqme, jep na neve sot, dhe falna fajet tona, sikurse dhe ne u afali fajtorve tanë, dhe mos të shtjenë ngasje, por shpëtona nga i ligu. Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit, e Birit e Shpirtit Shenjtë tani e për herën e jetës të jetëve. Amin. Lavdia e Atit, e Birit e Shpirtit Shenjtë tani e për herën e jetës të jetëve. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, beko Ati Shenjtë. O Krisht Perëndi, bekon ngrënien dhe pirjen e shërbëtorëve të tu, se i shenjtë gjithmonë tani e për herën e jetës të jetëve. Na bëf të mirë të gjithëve.